Dështimet e një pasnjëshme të strukturave të sigurisë për të vënë në pranga eksponentë rrezikshëm të botës së krimit, po kthehen gjithnjë më shumë në një panoramë të zakonshme në vend. Kjo situatë ka shtuar ndjeshëm pasigurinë tek qytetarët dhe ka gërryer besimin ndaj institucioneve që duhet të garantojnë rendin dhe sigurinë publike. Në radhë të parë policia e shtetit. Rasti më i fundit u regjistrua të shtunën në Vlorë, ku me urdhër të SPAK dhe me përfshirjen e forcave speciale Renea, qyteti u blindua në një operacion për kapjen e një prej emrave më të rrezikshëm të krimit në zonë. Inez Hajrullah, sipas dosjes së prokurorisë së posaçme, Hajrullah dyshohet se ka porositur 2 ekzekutime të bujshme të ndodhura në mes të ditës në vitin 2021, atë të Gentian Qarri dhe Bledar Bircojt. Por sipas hetimeve, grupi i kriminal dyshohet se ka trafikuar mbi 2 ton kokainë nga Amerika Latine drejt Europës. Megjithëse operacioni u shoqërua me kontrolle të shumta dhe monitorim nga ajri me dron, objektivi kryesor nuk u kap. Fakti që një person i shpallur në kërkim mund të shmangë një operacion të tillë ka ngritur pikpyetje serioze mbi efikasitetin e strukturave të rendit. Vetëm 2 ditë më vonë u regjistrua një tjetër episod që përforcoi këtë perceptim. Në lagjën Kiras, një patrull policie tentoi të ndalonte një automjet ku udhëtonte Barush Bregu, i konsideruar si krau i djathtë i një prej emrave më të kërkuar të botës së krimit, Ibrahim Lici. Sipas raportimeve, drejtuesi i automjetit nuk ju bindi urdhrit të policisë për ndalim dhe u largua me shpejtësi. Pas një ndjekje të shkurtër, Bregu arriti të braktisë automjetin dhe të largohet, duke qelluar në ajër me armë zjarri për të kanosur efektivat. Edhe në këtë rast, personi i kërkuar arriti të shpëtojë policisë. Barush Bregu është i akuzuar për masakrën e Shkodrës në qendër të qytetit pranë bashkisë ku mbetën 2 të vrarë, 2 të plagosur. 2 episode brenda pak ditësh kanë rikthyer vëmendjen mbi aftësinë reale të strukturave të sigurisë për të përballur krimin e organizuar, në një kohë kur emra të rrezikshëm të botës kriminale duke se lëvizin ende me lehtësi. Policia e shtetit përqendrohet te shkelje shumë të vogla, si për shembull ndalimi i drejtuesve të mjeteve elektrike.